Krijohet lozha e madhe e masonerisë në Shqipëri. Lozha sipas mjeshtrit të madh të sapo zgjedhur Elton Çaçi, përfaqëson një institucion vëllazëror të njeriu të lirë, i cili ka dëshirë të punojë së bashku me të tjerët pa marrë parasysh bindjet e ndryshme që mund të ketë. Deri më tani masonët shqiptar ishin nën varësi të lozhës së madhe italiane. Tuaj është e vërtetë që Shqipëria ishte i vetmi vend në Evropë që nuk kishte një grand lozhë të saj, pra nuk e kishte të institucionalizuar masonerinë. Themelimi i një lozhe të madhe nuk është diçka që mund të bëhet nga sot nesër në një moment kur disa njerëz vendosin ta bëjnë. Është një punë e gjatë për vite të tëra dhe në Shqipëri ka vite që ka filluar kjo punë për të arritur më në fund në mundësinë e themelimit të kësaj lozhe që përfaqëson edhe në Shqipëri, si në vendet e tjera të botës, një institucion vëllazëror të njerëzve të lirë që kanë dëshirë të punojnë së bashku. Masonët janë një organizatë vëllazërie e cila është ngritur nga rrethana jo shumë të qarta në fund të shekullit të 16 dhe fillimit të shekullit të 17. Masoneria e lirë ekziston në forma të ndryshme në të gjithë botën, dhe numri i personave që e kanë përqafuar atë mendoj të jetë rreth 6 milion. Lozhat më të mëdha janë ato të Skocisë, Irlandës dhe Anglisë. Lozha e parë është krijuar në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 1717. Para vitit 1813 brenda masonëve kanë ekzistuar dy rryma, ajo moderne dhe ajo e lashtë.